paknaqësit mrena për mrena, disa pe yjeve ndoshta të skuadrës nuk i bojnë punë trajnerit të ri, e këtu prishet e harmonia dhe ecuria e klubit, e kjo ka të bëj pikërisht me planifikimin që thash më herët, që duhet me kanë jo për një vit, po për ma gjatë, sepse unë menoj që klubi duhet me zgjedh trajnerin që i përshtatet edhe struktura e ekipës që është për mbranda ato. Çka nëse trajneri i ri vjen edhe dën me lut me informacion këtë ndryshe, gjatë që kish me i rapi informacionin ndoshta njëri prej mbrojtësave ose prej mesfushorëve. Kjo kish me fillu me i kriju ndoshta ato paknaqësitë e para te ekipi dhe menoj që kish me kanë shumë me risk për dritën këtë sezon ku normalisht që tha Armendi pritet që me kanë ai pretendenti kryesor për titullin kampion. E nëse nuk del, menoj që do të jetë ndështim për dritën. Ti po thua që nuk i konvenon dritës një trajner jo shqiptar. Unë po menoj që deri sot çka ka dëshmu, menoj që ka dështu ajo pjesë e trajnerave që kanë ardhur të huaj sepse nuk e ka njoft mentalitetin, nuk e ka njoft ligën, nuk e ka njoft grupin e lojtarëve. Unë menoj që na nuk kena nevojë me zbulu kurrë, na do të më njeh shembull që i njekin ekipet e mëdha për Evropë. Ti duhesh me marrë një trajner që i përshtatet grupi që ki për mbrenda të lojtarëve, se nëse merrin një trajner me një filozofi se këto janë pyetje që i takojnë drejtorëve, njerëzve. Ka gabim ata sepse drita ka dëshmuar domosdoshmë